Spari duhet të dihet dhe të definohet se çka është në fakt lobimi dhe më specifikisht lobimi legjislativ në Kosovë ndonjëherë tentohet të ketë një keq kuptim gjithsesi të paqëllimshëm sa i përket lobimit, për shkak se me lobim gjithmonë kuptohet lobimi për njohje, ndoshta për shkak të një konteksti politik ndryshe që kemi pasur ne në vende të tjera, sigurisht edhe lobimi për njohje është në vetvete një farë lloj lobimi, mirëpo është lobim që bëhet ndoshta më shumë nga shteti me shtet, ndërsa tek lobimi si aktivitet publik më shumë ka interferime, themi ashtu, nga grupet e ndryshme të interesit, nga njerëz qoftë privat ose publik, që tentojnë të ndikojnë në një formë ose një tjetër në çështjet e interesit publik. Kështu që lobim ose lobim legislativ konsiderohet të thotë çfarë do lloj komunikimi që bëhet në emër të grupeve të interesit, me qëllimin e vetëm për të ushtruar ndikim, do thotë ose ndërhyrje në vendimet e institucioneve shtetërore dhe për më shumë në vendimet e interesit publik. Ndonjëherë lobimi tenton të jetë edhe në dëm të interesit publik, për atë arsye edhe është i nevojshëm rregullimi ligjor i lobimit në vend. Dy janë metodat kryesore të lobimit, thotë me cilën pajtohen ndoshta edhe shumica e autorëve që merren me çështjet e lobimit, është komunikimi i drejtë për drejtë dhe komunikimi i tërthort. Si komunikimi i drejtë për drejtë do thotë konsiderohet kur politikbërësit vendosin kontakte ose bisedojnë, do thotë me lobist ose grupet interesit përmes takimeve, thirrjeve telefonike ose komunikimit elektronik, ndërsa komunikimi i tërthort janë më shumë publikime të ndryshme, ngjarje që organizohen për tema të caktuara dhe aktivitete të ndryshme promovuese që tentojnë të ndikojnë në një formë ose një tjetër në dërgimin e porosive të caktuara sa i përket çështjeve publike ose politike. Lobimi deri tash do të Kenani preku pak a shumë çështjen e mosrregullimit të kësaj teme. Ajo që kemi vërejtni si KDI është se Kosova është vendi i vetëm tashmë që nga viti 2016 është edhe vendi i vetëm që nuk ka rregulluar lobimin legislativ, për shkak se vendi i fundit që bëri një ligj për lobim është Shqipëria, do thotë që e ka bërë në fillim të këtij viti. Edhe në Shqipëri do thotë është rregulluar lobimi përmes një ligji të veçantë që nuk e rregullon vetëm lobimin në nivel të kuvendit, mirëpo lobimin e prek edhe nivelin e qeverisë dhe nivelin e bashkive ose komunave. Një arsye tjetër pse nuk është bërë lobimi, dhe kjo është ndoshta sfida më e madhe në Kosovë, për atë arsye kemi edhe përfaqësues të partive politike, është mungesa e vullnetit politik të institucioneve, qoftë kuvendit ose qeverisë, që të paktën nuk ka pas ndonjë iniciativë konkrete, qoftë nga institucionet ose subjektet politike të përfaqësuara në parlament për trajtimin e lobimit. Dhe një çështje tjetër që e prek po ashtu kuvendin është se nuk ka arritur të zbatohet plani veprimit për kuvend të hapur, që në fakt e ka paraparë që të bëhet rregullimi ligjor i lobimit në Kosovë. Jemi në vitin 2026, kur s'ka dhënë faktikisht edhe ky plan dhe ende nuk kemi parë ndonjë iniciativë nga kuvendi për rregullimin e fushës së lobimit. Pse duhet rregullohet lobimi legjislativ në Kosovë? Në fakt, lobimi si proces në vete nuk është patjetër veprim negativ ose veprim kriminal, sepse është një formë legjitime e pjesëmarrjes politike, e cila u mundson aktorëve të ndryshëm të kenë qasje në zhvillimin dhe zbatimin e politikave publike. Mirë, po mosrregullimi i lobimit do thotë krijon probleme, për shkak se hap shumë dyrë të cilat ligji nuk mund t'i rregullojë. Për atë arsye është i rëndësishëm rregullimi dhe mosrregullimi i lobimit mund të sjellë pasoja të rënda, ku grupet e interesit mund të bëjnë fushata ose lobime të ndryshme për të shtyrë interesat e tyre përpara dhe ndonjëherë ndoshta në krijim të monopoleve dhe në dëm të interesit publik, ose qoftë duke shtyrë ajo që quhet legjislacioni porositor ose tailor-made laws, ku tentohet të krijohen favore të caktuara përmes ligjeve për grupe të ndryshme të interesit. Kështu që veprimet e tilla sigurisht mund të shpihen edhe deri tek rreziku i korrupsionit kur bëhet favorizimi i grupeve të interesit.
dhe një rregullim i lobimit përmes ligjit ose një rregullore të veçantë të shënon të hap të rëndësishëm për fuqizimin e transparencës së këtyre aktiviteteve që i bëjnë këto grupe të ndryshme interese ose individ të caktuar. Mbase po filloj pak edhe nga vetë nocioni i lobimit, e thamë me drejt zoti Avdiu që ka një lloj perspektive në kuptimin ose një lloj gatishmërie për ta kesh kuptuar dhe në shkim të parë këtë përshtypje ta lë, domethënë lobimi është ta lëni përshtypje të një lloj aktiviteti negativ të deformimit të procesit të ligjbërjes, domethënë për interesa të caktuara, sidomos private të grupeve të caktuara, në dëm ose në kurriz të asaj që konsiderohet interes publik. Personalisht pas një dyshim jam megjithatë kuptohet në kuptimin edhe në rrafshin teorik edhe të shembujve të ndryshëm që i referohet edhe vetë studimi juaj, të cilin kisha rast me lexu mbrëm. Lobimi megjithatë është një aktivitet legjitimi pjesëmarrjes, por personalisht jam lidhtar i këtyre instrumenteve konvencionale të pjesëmarrjes, domethënë të advokimit për një temë caktuar, të iniciativave qytetare, të nismave ligjore, siç parashihet me rregullimin ton kushtetues dhe ligjor, të peticioneve për një çështje, për një temë caktuar që sillin në Kuvend të Kosovës, të konsultimeve publike në secilin nivel të procesit të ligjbërjes, të dëgjimeve publike në Kuvend të Kosovës si mekanizëm i rëndësishëm, madje edhe i forcuar do thënë me rregulloren e fundit të Kuvendit të Kosovës, që jep mjaftueshëm hapësirë për pjesëmarrje, madje edhe për le të themi për një perspektivë gjithëpërfshirëse të gjitha palëve apo grupeve që i prek një nismë caktuar ligjore. Unë jam po ashtu lidhtar i një procesi, do ta quaja konfrontues të pikpamjeve dhe të interesave të procesit të ligjbërjes. Çfarë nuk kupton kjo? Të vendosjes përballë të palëve të kundërta, të ndryshme pas sektorin privat përballë rregullatorit publik, ose le të themi ambientalistët përballë industrisë ose industrializme. Dhe kjo na jep mundësinë edhe mi marr parasysh edhe specifikat e interesat e secilës palë, po të njëjtën kohë edhe me sintetizua atë që konsiderohet interes publik. Megjithatë, edhe nga leximet që kam bërë në funksion të kësaj tryeze, kam parë që vendet e Bashkimit Evropian, rregullimin e lobimit, më shumë e kanë për masën e kufizimit, jo të krijimit të një mekanizmi të ri të ndikimit të procesit të vendimarrjes të politikëbërësve që në çdo nivel. Dhe përshtypja parë që ta jep edhe ky diskutimi sot më sikur skenës publike po ja shtojmë edhe një mekanizëm shtesë të ndikimit e që padyshim që ose të nxit të kesh një qëndrim të rezervuar po e them kështu me kujdes në raport me këtë, sepse lobimi mund na sjell një proces të ligjbërës të siç e thatë ju të porositur me deputet të ndikuar ose të ndikueshëm, me vullnete të blera, pse jo, sepse këtë përshtypje ta lë domethënë lobimi si aktivitet. Megjithatë, nëse vesh është një aktivitet i pranishëm dhe që e legjitim natyrisht i ndikimit, i komunikimit, siç u prezantu, i diskutimit, i pjesëmarrjes, natyrisht duhet kemi kujdes që ta rregullojmë në atë mënyrë, mbasi sot nuk kam qëndrim se cila është forma më e mirë, a ka nevojë apo jo për një ligj, por ta rregullojmë në atë mënyrë që ta kufizojmë ose të garantojmë transparencë maksimale dhe ta mbikëqyrim dhe ta kontrollojmë si proces. Sidoqoftë, mendoj që ky raporti, ky aspekti i rregullimit të lobimit ka një trekëndsh të rëndësishëm për bindjen time që duhet merret parasysh. Lobimi si një lloj trafikimi i ndikimit krahas pasurisë së pajustifikueshme të zyrtarëve të lartë publik, të politikanëve dhe në të njëjtën kohë të asaj që konsiderohet mungesë vullneti autentik do të thonë të politikanëve, domethënë që nuk ka një pikpamje të fortë politike ose një koncept politik. Natyrisht unë pajtohem me atë që u tha paraprakisht që një rregullore kuvendit cila ka arritur që të ndryshoj tek pas 10 viteve, pas një presionit jashtëzakonshëm dhe nevojës që Kosova kishte ta ndroj rregullore, ta ketë një rregullore të re të funksionimit të kuvendit të Kosovës, e shoh bukur të vështirë që të inkorporohet brenda rregullores së re,
për faktin se duhet një konsensus i gjerë, e që bazuar në krizat që i ka pas Kosova, viteve të fundit, është bukur e vështirë të mendohet që forcat politike edhe këtu do të kenë mundësi që të gjejnë interesin publik dhe të kemi një ligj që e rregullon lobimin. Tash këtu tha që përmes lobimit mund të zyrtarizohet ndikimi. Mendoj që edhe jo formalisht ndikimi ekziston, sepse ne jemi vetë ligjvënës dhe kemi shumë raste kur organizatat e shumta, profesionistë shumë, për shembull, po e përmendi këtu vetëm një rast kur është diskutuar për çështjen e ligjit të duhanit, aso kohë ka pas një ndarje të opinionit publik edhe vetë të deputetëve, nëse ne me rregulloren e re që sanksiononim pirjen e duhanit në ambiente të mbyllura, do të cenonim ose jo disa prej bizneseve të cilët provonin që të lobonin e të shtrinin ndikimin për shkak të fuqisë që bizneset në këtë rast kishin. Pra, unë mendoj që është një temë që do trajtim, edhe përderisa Kosova synon që të antarësohet në Bashkimin Evropian, ne nuk mund të mbesim peng dhe të jemi të vetmit në rajon që të mos e shohim mundësinë që ta bëjmë një ligj të tillë. Natyrisht një ligj funksional, sepse e thash që nëse ligjet bëhen veç në letër, atëherë pse duhet të ketë një fokusim dhe angazhim të institucioneve tona që ta kemi ligjin për lobim. Por është evidente që po, ekziston lobimi jo ligjërisht, por kudo që ka borde të ndërmarrjeve publike, kudo që ka zgjedhje në kuvendin e Kosovës, ka persona fizike, persona publik, të cilët e shtrin ndikimin e tyre, provojnë ta shtrin ndikimin e tyre për të marrë besimin e deputetëve. Pra kjo ekziston jo formalisht. Nëse Kosova do të arrijë që të ketë sanksione, këto sanksione pastaj të zbatohen, qoftë me rregulloren e re të kuvendit, qoftë me një ligj të ri, atëherë natyrisht që kjo është e mirë se ardhur. Fakti që vetë Shqipëria, një shtet i konsoliduar tashmë, që ka shumë vite të shtetësisë, ka arritur që vetëm një vit më herët ta ketë ligjin për lobim, flet që nuk është lehtësisht një ligj që mund të ketë zbatueshmëri në Kosovë, por kjo nuk e largon nevojën që institucionet të cilat synojnë që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, e shteti i Kosovës që synon të jetë antar në BE, në Këshillin e Evropës, në mekanizma të rëndësishëm, të mos synojë që të jap një drejtim të ri llogaridhënies edhe gjithëpërfshirjes. Po si koncept vlerësoj që lobimi është një lloj ndikimi i lehtëshëm në kuptimin e ecjes përpara të themit reformave legislative, ndryshimeve legislative, miratimeve të ndryshme, që nuk e shoh problematike në kuptimin as politike as ligjor. Lobinjë të ndryshme kemi edhe për aspekte të tjera, ai vetë se ekziston, si sa tha parafolësja Deliu, ai është materializohet në kuptimin ligjor, sepse kemi lobim nga OJC, kemi lobim qytetar, kemi lobim direkt, indirekt, profesional nga organizata ndryshme, nga përvoja që e kam pas si këshilltar i ministrit në Ministrinë e Bujqësisë, kemi pasur lobime me qujt mjaft interesante dhe korrekte dhe jo ato siç u thanë nga disa parafolës që kanë ndikime negative, për shembull nga organizata të cilat mbrojnë interesat ndryshme në industritë të bujqësisë, industri ushqimore, qumshtore, kështu të ngjashme, të cilat në farë forme i kemi kapitalizuar në ligje, ose për shembull ta zëm ligjin për pyetje kështu me radhë, po marr disa shembuj konkret, të cilat pastaj kanë qenë lobime të caktuara, një shtrese të caktuara shoqërore, organizative, profesionale. Ndërsa në aspektin me institucionalizu, unë jam plotësisht dakord, sepse ai vetë se pastaj mund të kufizohet në kuptimin e ndalesave që nuk do të ketë ndalesa në kuptim që jo të ketë regjistër madje edhe se kush lobon, cilat është prapavija atyre lobimeve, sepse kemi dy palë, nuk kemi vetëm një palë, ata janë përcaktuar dhe vendimarrës. Pastaj deputetët që janë pjesë e komisioneve parlamentare sigurisht se e kuptojnë edhe rëndësinë e lobimit, pastaj kuptojnë edhe me qujt ka ndonjë rang në atë aspekt të ligjbërjes, pra të kemi edhe një ekip profesionale përtej deputetëve, cilët jo të gjithë mund të jenë jurist ose
me qujtë zyrtar ligjor, kuptimin që me ditë se çka po institutja, por nga përvoja sigurisht disa edhe e kanë fitu këtë afinitet. Unë mendoj që forma më e mirë, siç u cek platori që thonë, konsideroj që duhet bëhet përmes ligjit veçantë, nga se edhe parafolësit thanë që duhet rregulloret kalojnë me 2/3, por edhe nuk mundet që rregulloria e kuvendit e cila rregullon punën kryesisht kuvendit brenda aty të merr një konotacion tjetër, sepse pastaj do të tentohej që edhe ligje tjera të kalohen në atë formë që nuk është as ligjore as korrekte. Pastaj ka edhe kufizime sepse kuvendi nuk mund të brenda rregullorës saktoj sanksione për persona fizik dhe juridik, të ketë ndalesa, pra të kemi ligjin, por të kemi edhe ndalesa, madje mendoj se të ketë edhe kufizime pastaj edhe për në të ardhmen nga deputete, zëvendës ministra, të cilët ndoshta e dinë edhe nga përvoja, të ketë një cooling off, që të mos ketë propozime nga ata për këtë pjesë të lobimeve. Tani këtu thanë shumica dërmuese e çështjeve që mendoj janë një farë konkluzioni e përbashkë dhe që nuk ka nevojë me u përsërit edhe unë me elaboru nevojën e çështje që u thanë, po mundona me i thonë disa pika që nuk u thanë e ndoshta që duhet me i thonë pak ma drejt për drejt. Në raporti padyshim është i vlefshëm, po kjo çështje diskutohet prej vitit 2019, është viti sfoku në aspekt hulumtimit që bën KDI-a, po jo që KDI-a, po edhe Këshilli i Evropës, domthonë janë 7 vjet. Nëse për 7 vjet na s'ke mujt me shti këtë ligj, as në agjendën legislative të kuvendit, as qeverisë tu është një problem. Këti problemi duhet një gjetë fillimisht zanafile, një gjetë rronjën, pse? Tash, rekomandimi jam i parë me këtë raport është mi bë 2 punë. Me para, me këtë raport, mi abu një letër përmbledhëse, një cover letter, mi a drejtu kryeministrit edhe mi a drejtu kryetarit kuvendit dhe kryesisht kuvendit, edhe me këshyr, a dojnë me shti këtë ligj në procedurë legislative kuvend, apo të kryeministri. Nështë në vaj keni bo, mirë po, në qofse keni bo, atë e problem që nuk në ka orë neve leta Komision për Legislacion, na jenë tërtë këtu, dhe që 5 vjetë. Dhe me thonë, u doshë një qysh me orë me më rritë e na, se adin është për me dërgu me lona aty, ajo është në output level. Ajo që apo do me thonë qofse, doj me shty për para këtë legjë, janë 2 forma. Një është ligji me i në agjendet legislative të qeverisë, edhe dyta është me orë të kuvendit të kryesia dhe me orë të na si Komision për Legislacion, edhe pe atyt me njësë bërjen e kësaj. Ta më thonë, këto nuk kanë orë. Kanë mujt me orë, po do të tëtë, edhe në qofse kanë orë si tendencë, në fakt kanë orë njërë çuditshme për shkak se në qofse na flasim këtu për rëndësinë e lobimit s'ka ndodhur hiç për marrë ligje. Jeni të kuptu, do më thonë është bukur problematik, qofse s'm ka orë mu, kur kush s'm ka lobu për këtë punë, se kjo punë e mirë, kjo është e para. Çështja e dytë, që është bukur rëndësishme. Kur flasim këtu për lobim, kur po flas për lobimin me u bë ligj, është lobim i mirë. Kur flasim për një lobim me bë një ligj apo dini mbrojtjen e kafshëve, është lobim i mirë. Po na këtu nuk jem të fol për këtë lobim. Ju lutem. Domthonë kjo automatikisht duhet me u largu prej diskursit. Tu po flasim për nevojën e rregullimit në shtetin e Kosovës, një proces që mundet me qenë korruptiv, me pas konflikt interesi, me pas ndikim të jashtëligjshëm përmes mekanizmave të ndryshëm tek vendimarrësit në këtë rast, kuvend, qeveri, po edhe tek komunat. Po mos harroni, komunat janë bukur të rëndësishme me u përfshi këtu, se nuk e pash, për shkak se kur i shohim buxhetet, për shembull 1 miliard euro i ka shpenzu Prishtina për 5 vjet. 20 miliard euro qeveria, komuna tjera të mëdha me miliarda në investime, domthonë është edhe ajo është se po flasim për rregullatorin, na po flasim qysh mos me mujt me shku ndikimi i lobistëve për një çështje të caktuar tek rregullatorët, respektivisht tek ata që dhon tender.